18 vite më parë, më 17 shkurt 2008 në orën 15:39 në Kuvendin e Prishtinës, Kosova shpalli pavarësinë në një mbledhje të jashtëzakonshme ku morën pjesë 109 nga gjithsej 120 deputet. Kuvendi i Kosovës njëzori shpalli Kosovën shtet të pavarur, sovran dhe demokratik. Deri në qershor të vitit 1999, shqiptarët vuajtën pasojat e spastrimit etnik nga ushtria e Miloševićit pas përfundimit të luftës dhe vendosjes së trupave ndërkombëtar në Kosovë. Në nëntor 2005 nisi zyrtarisht procesi për statusin përfundimtar. Prej 13 qershorit të vitit 1999, kur forcat serbe u detyruan të largoheshin nga Kosova, vendi administrohej nga misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe institucionet demokratike të Kosovës, kuvendi, presidenti dhe qeveria. Edhe pse Serbia nuk kishte kontroll mbi Kosovën, në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, disa herë përmendej se Kosova është protektorat i OKB-s, por juridikisht pjesë Republikës Federale të Jugosllavisë. Më 2 shkurt 2007, i dërguari special për statusin e Kosovës, Marti Ahtisari, dorëzoi propozimin e tij në Prishtinë dhe Beograd për pavarësinë e kushtëzuar të Kosovës, hap që çoi drejt krijimit të shtetit pavarur. Pasi u mbajtën disa raunde bisedimesh, Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt 2008.